Mendo vetën në xhenet, gjerësia e të cilit është sa qiejt e toka. Nëse në këtë shtëpi të kësaj dynjaje provove urinë dhe jetove i privuar, apo ishe i varfër, ose u pikëllove u sëmure, ose e ke ndjerë veten të ngratë, atëherë mendo veten në xhenetin e begatshëm. Nëse je i bindur në këtë dhe ke besim të fortë për kopshtet e begatshme, atëherë me plot vullnet e dëshirë të flakt, do të veprosh për këtë rrugë që të shpije drejt këtyre kopshteve dhe humbjet e tua do t'i shndrosh në fitore të mëdha. Me të vërtet, nëse do të dish se cilët janë njerëzit më të mençur, të them sinqerisht se ata janë njerëzit që punojnë për botën e ardhshme, e cila është e përhershme dhe më e dobishme se kjo e shkurtra. Ndërsa njerëzit më të marrë në këtë botë janë ata të cilët e shohin këtë jetë si të përhershme, si shtëpi e pafund ku të gjitha kënaqësitë, dëshirat dhe shpresat plotësohen dhe mbarojnë këtu. Njerëzit e tillë në raste fatkeqësish ishe më të dobët dhe gati të dorëzuar e të thyer, se për ta çdo gjë mbaron këtu, nga se qëllimi i tyre është kënaqësia dhe dëfrimi në këtë botë. Ata nuk shohin tjetër veç këtë të rrejshme dhe nuk mendojnë për tjetrën, po as nuk punojnë për të. Ndaj nuk dëshirojnë që dikush tjetër t'u andot ujin e pastër të kënaqësisë dhe lumturisë, e as t'u aprish gëzimin e haren. Po sikur këta të ngratë ta tërheqin pëlhurën e zezë nga zemrat dhe t'i çelin syt nga mbulesa e ignorancës, do t'i shihnin ato bukuri dhe argumente rreth të cilave është folur shumë në Kuranin fisnik. Ata do t'i jepnin gjithë çka patën, pa e kursyer vetëm e vetëm t'i banonin kopshtet e fryqme e të begatshme, pallatet e shëndritshme të atjeshme. Ata që përjetojnë pak qaste me bukuritë që ofron Kurani, heshtin dhe nuk i kundërshtojnë argumentet e tij. Pasha Allahun një, të vetmin e pashoq. Me të vërtet, bota e ardhshme është shtëpia e jonë për të cilën meriton të sakrifikojmë, të lodhemi e të kujdesemi, se ajo s'ka as shkatrim, as zëvendësim. Vallë, a menduat mirë rreth popullit të xhenetit dhe u bindet se ata kur nuk sëmuren, as nuk pikëllohen, e as nuk vdesin, nuk plaken dhe qëndrojnë gjithmonë të rinj të bukur, me veshje të pastërta që si pre kur pluhuri, jetojnë në dhoma që bukuria e tyre e brendshme duket nga jashtë dhe bukuria e jashtme nga brenda. Në të ke atë që syri se ka parë, as veshi se ka dëgjuar, e as që i ka shkuar ndokujt në mendje. Atje kalor si ecën në hijen e drurit që për 100 vite s'mund ta kaloj. Gjatësia e tendave atje është 60 milje. Lumenjë rrjedhës që nuk shteren kur. Pallatet e saja janë të larta. Frutat janë të gatshme. Ujërat burojnë pamdal. Shtretërit e lartë janë të vendosur. Gota të vëna pranë, jastëk të vendosur për mbështetje dhe qilima të shtruar. Këtu pra plotësohet kënaqësia. Kështu është lartësuar përjetimi në të. Aroma kundërmon në të. Përshkrimi i saj është madhështor. Atje është kulmi i dëshirave. Ku jemi pra, ne që nuk mendojmë? Ç'kemi që nuk kuptojmë? Nëse rruga ime më çon te porta e kësaj parajse dhe futem brenda në kopshtet e saj, ani pse më godasin të vështirat e kësaj jete të shkurtër, gëzohu ti o zemër për atë që këtu se pate, se do ta kesh të pazhdukur atje. O ju të varfër e të mjerë që u dogjet nga skamjet, u lodhët me sprovimet e fatkeqësive tuaja, bëni mirë sa të mundeni që të banoni në xhenetin e Allahut dhe të jeni fqinj të krijuesit tuaj. U thonë, selamun aleikum, paqja qoftë me ju, me durimin tuaj gjetët shpëtimin, sa përfundimi i lavdishëm është ky vend. Ne ju kemi bërë juve një umet mesatar. Logjika dhe feja islame kërkon të jesh i matur e i drejtë, pa qëndrime të skajshme që dëmtojnë.
E kush dëshiron të jetë i lumtur dhe të ketë hare, le t'i frenoj fuqishëm emocionet. Ji i mesëm në kënaqësi, në zemërim, në disponim dhe në pikëllim. Të zmadhosh problemin e të arritësh atë në marrëdhëniet e tua me të tjerët, në ngjarjet e jetës, do të thotë të bësh i padrejt ndaj vetes e të tregosh mizori. Ah, sa e bukur është e mesmja, nëse e zgjedha ma. Feja jote islame zbriti dhe e përmban këtë maturi. Ajo të udhëzon gjithmonë drejt së mesmes, të qëndrosh në paraspesh dhe kontroll e të ambientohesh në vend dhe në kohë. Ah, si kur ta dish se njeriu më i raskapitur është ai që i nënshtrohet epshit vet dhe i dorëzohet ndjenjave dhe luhatjeve të tij. Njeriu i epshit rëndohet me telashet dhe në zemrën e tij ndizen betejat egra të urrejtjeve, kurtheve e mashtrimeve, nga se ai jeton ëndra dhe iluzione, saqë ndonjë i tillë përfytyron se të gjithë janë kundër tij dhe se të tjerët thurin komplot për asgjësimin e tij. Mbushet me cytje dhe vezveset se bota i ri në prit dhe mu për këtë ai jeton në rreth të zeza nga frika, brenga e mërzia. Fashethemet dhe gënjeshtrat janë rreptësisht të ndaluara në fe. Ai që dëshiron t'i përvetësoj, i ka të lehta normalisht, por tjerë të saj nuk janë tjetër pos njerëzit e zhveshur nga virtytet e larta njerëzore dhe themelet e islamit. Çdo zhurmë e konsiderojnë se është kundër tyre. Lëreni të qetë zemrën tuaj, e mos ja lëvizni këmbët që të rëzoni, se shpesher ndodh që të frikoheni përpara një rasti, por ai nuk ndodh fare. Ndonjëherë ajo që të ngjau ka pasur peshën më të rëndë dhe më të vështirë në botën e përfytyrimeve se sa kur e përjetove realisht. Është e vështirë të jetosh në botën e paradokseve dhe iluzioneve. O ti që përdor trurin dhe që di të mbrohesh. Jepja çdo kujt atë që i takon me mas. Përdor drejtësinë me sinqeritet dhe mos u bëj shpirtlik. E as mos ndiq fjalë të liga që të humbësh në valët e jetës. Dëgjoje peshoren e dashurisë dhe urrëties në hadith. Duaje të dashurin tënd me mas, se ndoshta do të jetë i urryeri yt ndonjë ditë. Dhe urreje të urryerin tënd me një mas, se ndoshta një ditë do të jetë i dashuri yt. Pritët që Allahu të vendos miqësi ndërmjet jush dhe atyre që kishit armiqësi. Allahu është i fuqishëm. Allahu fal mëkatet, është mëshirues. Vërtet, shumë prej thashethemeve dhe frikrave nuk janë të vërteta. Në islam pikëllimi s'është i kërkuar, madje as i preferuar. Të ndjehesh i pikëlluar, këtë e ke të ndaluar. Fjala e krijuesit tënd të ka urdhëruar, e mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht. Gjithashtu thot, ti mos u pikëllo për ata. Dhe në mënyrë mohuese thot, për ata nuk ka as frikë e as do të brengosen. Brengosjet e thella të dobësojnë fuqinë aktive, të mbjellin ftohtësi dhe ngurtësi në shpirt, si dhe të bëjnë të bllokuar para lëvizjes jetësore. Pikëllimi të ndalë dhe të bën të palëvizshëm, të zhduk përparimin personal, të avdes zemrën që mezi pritet nga djalli i mallkuar. Djalli mbjell dëshpërim dhe t'i lidh këmbët që të mos ecësh në gjersinë që ke parasysh. Allahu thot, bisedën e ftohtë e nxit vetëm djalli për t'i shqetësuar ata që besuan. Muhamedi në një thënie të tij ndalon 3 gjëra, njëra nga të cilat është: të mos bisedojnë fshehurazi 2 vetë e të tretin ta lënë anash, nga se kjo shkakton shqetësim tek ai. Mos u përpiq të lëshosh dëshpërim mbi fytyrat e besimtarëve, sepse ky është vesi ulët moral.
përderisa dëmton dhe lëndon shpirtën. Besimtari i vërtet e ka për detyrë ta dëbojë këtë virus dhe të mos dorëzohet para tij, duke përdorur lutjet e Allahut që janë më të forta të mbrojtëse. I dërguari i Allahut, Muhamedi, është lutur e ka thënë: Zoti ynë, prej teje kërkoj ndihmë dhe ty të lutem të më mbrosh nga brengosja dhe pikëllimi. Pikërisht në këtë hadith janë përmendur të dyja, njëra pas tjetrës, dhe dallimi ndërmjet këtyre dy fjalëve është: nëse e keqja që të kalon në përzemër i takon së ardhmes, ajo të lëshon breng në zemër. E nëse është që e ke kaluar, por se ke haruar, ajo të ka lënë të pikëlluar. Por që të dyja, qoftë ajo që do të ndodhë e do brengosemi, apo ajo që kaloje në la pikëllimin, janë shigjeta që vrasin zemrën e shkatërrojnë trupin. Nëse dëshiron të dish edhe më tepër, po të them se pikëllimi i tepërt është si drogë që t'i hedh mend dhe si helm që të helmon shpirtin. Pikëllimi bën që fjala shpresë në trurin tënd të fshihet e të mos ekzistojë më fare. E nëse nuk ke shpresë, s'ke as besim, sepse ata që humbin shpresën janë populli jo besimtar. Ti hedhim këtu një vështrim ajetit kuranor, ku banorët e xhenetit, pasi që të hynë në të, do të thonë: Falendëruar qoftë Allahu që largoi prej nesh brengat. Nga kjo nënkuptojmë se në këtë botë u patën mbuluar me pikëllime e brengosi, ashtu si që uranë fatkeqësirat të tjera që ndodhin pas zgjedhjen dhe dëshirën e tyre. Nëse Allahu dëshiron ta provojë robin e tij, i lëshon pikëllimin si fatkeqësi ku nuk ka rrugdalje tjetër për ta shmangur atë, posti bëj lutje Allahu që t'ja largojë. E nëse qëndron durimtar mbi këtë dëshpërim të madh, Allahu e shpërblen për durimin që tregoi. Këtu kemi ajetin tjetër ku Allahu thotë: Dhe as për ata që kur erdhën te ti për t'i bartur me kafsh, u the: Nuk kam meset ju bart. Ata u kthyen e prej pikëllimit, pse s'kishin meset përgatiteshin, nga sytë e tyre rridhnin lot. Ndodh që prej lexuesve të shtrohet pyetja e të thonë: Për çfarë arsye thoni se pikëllimi e brengosja janë të ndaluara dhe se nuk i lejohet besimtarit ta shkatërrojë veten me shqetësime të tepërta? Kur shohim qartë se Allahu në këtë ajet kuranor i thekson me lëvdata ata që u pikëlluan. Përgjigjemi: këtu nuk lëvdohen për arsye të pikëllimit, se nuk do të ishte e drejtë dhe precize të themi në fillim se brengosjet janë të ndaluara, e pastaj të kthehemi e të themi se tek Allahu janë të lavdëruar e të lartësuar ata që pikëllohen dhe jetojnë me lot në sy. Ata që u shqetësuan dhe nga pikëllimi nxorën lot, sytë e tyre u lëvduan jo pse mbetën në pikëllim, por për shkak të qëllimit që shkaktoi pikëllimin. Allahu lëvdoi besimin e fshehtë që mbartnin zemrat e syve lotues, pra lëvdoi fuqinë e besimit të tyre që i bëri të pikëlluar nga se dëshironin të shkonin në luftë me pejgamberin. Por për shkak se nuk kishin me se të udhtonin, ata u kthyen duke qarë. Ata u pikëlluan kurse dy fytyrshit u gëzuan kur kundërshtuan urdhrin e pejgamberit. Bile edhe të tjerëve u thanë të mos shkojnë, pastaj u tallën me besimtarët. Allahu tha: Qeshni në këtë botë, por kjo është koha e shkurtër. Keni për të qarë në përjetësi pa pushim. Kurse hadithi tjetër i të dërguarit të Allahut, çdo fatkeqësi që i bie besimtarit, qoftë brengosje apo pikëllimi i fortë, nëpërmjet tyre Allahu e fal robin dhe ja fshin atij mëkatet. Këtu nënkuptohen vuajtjet, torturat, vështirësitë dhe gjithçka që prish gëzimin e mbjell hidhërimin dhe mërzinë. Nëpërmjet këtyre fatkeqësive, njerëzit pastrohen nga mëkatet. Këtu duhet të qartësohet diçka. Besimtarit nuk i lejohet
t'i lutet Allahut që të lëshojë mbi ne fatkeqësi dhe brenga e të mendojmë se kjo lutje është pjesë e adhurimit. Sikur kjo të kishte qenë e vërtet, do të kishte qenë më i dashur i Allahut, Muhamedi, i pari që do t'i lutej Allahut jetonte në pikëllime e mjerime. Si mund të ndodh kjo kur Muhamedi ishte me karakter të butë, fytyrë qeshur, zemërbardh, dhe në fytyrën e tij të ndershme shiheshin gjithmonë shenja gëzimi. Ndërsa hadithi që transmeton Hind e Bijala në lidhje me virtytet e të dërguarit, ku thotë se ishte Muhamedi ai i cili jetoi në pikëllim pas pikëllimi. Nuk është i vërtet, edhe në zinxhirin e transmetuesve ka persona që nuk njihen dhe gjithashtu nuk merret si argument, nga se kundërshton haptazi realitetin e personalitetit të dashurit ton, Muhamedit. Si mund të ishte pejgamberi ai i cili gjithmonë rinte në pikëllim, kur dim se Allahu e mbrojti nga shkaqet që mund t'i sillnin pikëllimin në këtë botë. Madje ai ndaloi edhe të mendonte rreth fjalëve dhe shpifjeve që i bënin të pafet. Allahu e pastroi Muhamedin nga gabimet në përgjithësi, para edhe pas shpalljes së pejgamberisë. Atëherë pse të mbetej i pikëlluar? Dhe nga ti vinte pikëllimi? Si mund të depërtonte ai në zemrën e tij, kur ai ishte dhe mbeti më i dashur i Allahut gjatë gjithë historisë njerëzore? Ishte i mbushur me dhikër dhe përkujtim të Allahut, i pajisur me udhëzime e përforcime në rrugën e drejtë, i sigurt në premtimet e Allahut, i kënaqur me vendimet e Allahut dhe urdhrat e tij. Jo vetëm kaq, por ai gjithmonë ka mbjellur dashuri tek të tjerë. Fytyra dhe goja i ka qëndruar e qeshur dhe kur s'ka qenë i pikëlluar. Bekimet dhe përshëndetjet e Allahut qofshin mbi ta. Këtu duhet të cekim edhe një gjurmë tjetër. Nëse Allahu e do robin e tij, ja fut në zemër pikëllimin dhe ja bën të dashur të qarët. E nëse urren, i fut në zemër gëzimin dhe ja bën të dashur kënaqësitë. Kjo thënie i bie ndesh shpirtit të kësaj feje dhe thuhet se gjendet në Teurat, por e shpikur nga dora e njeriu. Sidoqoftë, nuk e marrim si argument se s'jemi të sigurt nga e ka rrjedhën, por ja marrim kuptimin që e ka të vërtetë. Besimtari është i pikëlluar ndaj mëkateve të tij, kurse pa besimtari është i kënaqur dhe sa sfluturon nga gëzimi që ka ndaj mëkateve të tij. E nëse shohim thyrje në zemrat e të mirëve, qarje e lot, këtë e bëjmë kur t'u kalojë dobia nga dora, kur nuk arrin në shkallë të lartë dhe kur punojnë të ligët, në kundërshtim me pikëllimin e mëkatarëve që pikëllohen kur ju ikën kënaqësia, fitimi, e kënaqshmja dhe qëllimet e kësaj dynjaje. Pra pikëllimin, mërzit dhe brengosjet i kanë për këtë botë. Kurse fjala e Allahut për pejgamberin e tij Jakubin është: e nga pikëllimi i ju zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur nga pikëllimi. Kjo është vetëm treguese e gjendjes së fatkeqësisë së tij, që i ndodhi për shkak të humbjes së të birit dhe të dashurit të tij. Pra, duhet ta jetosh lumturinë dhe të kërkosh lutje për rehati shpirtërore, të kërkosh prej Allahut të kesh jetë të mira të kënaqshme, mendime të mira, nga se ajo është prej begative të kësaj bote, sa që është thënë. Vërtet në dynja ka një xhenet. Kush syn në të, nuk mund të hyjë në xhenetin e përjetshëm. Allahu është i vetmi përgjegjës që na zgjeron gjokset me dritën e bindjes, na udhëzon zemrat në rrugën e drejtë dhe na mbron nga jeta e ngushtë dhe e vështirë.